Pas përfundimit të seancës plenare ku u votua ndryshime në rregulloren e kuvendit, lideri i opozitës Ali Berisha mblodhi grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Në fjalën e tij ai njoftoi se Partia Demokratike do të paraqisë në gjykatën kushtetuese dy padi, të parën për rrëzimin e dekretit të presidentit Bajram Bega, i cili i njeh kryeministrit Edi Rama kompetencën për ngritjen dhe funksionimin e ministrit virtual të inteligjencës artificiale Diella, dhe të dytën për pezullimin e vendimit të kuvendit që miratojnë ndryshimet në rregullore. Unë mendoj se duhet ta nisim urgjentisht këtë dekret në gjykatë kushtetuese që të arkivohet në banesën e turpit të historisë. Njerëz të papërgjegjshëm për detyrën që kanë të aftë të firmosin gjithçka. Nuk këndohet, domethënë. Çfarë të thosh? Nuk besoj se ndonjë diktator tjetër të kishte këtë fuqi sa ta asgjësuese për krerjen e shtetit. Sikundër, ne do të dërgojmë menjëherë gjykatë kushtetuese me kërkesë edhe për pezullimin e vendimit të sotshëm të miratimit të ndryshimeve të rregullores, me të cilën janë shkelur parimet themelore të kushtetutës, janë shkelur nenet e saj, germa dhe fryma e saj, është shkelur rregulloria e parlamentit. Në të njëjtën mbledhje, kreu i opozitës bëri dhe emërtime për drejtimin e komisioneve parlamentare që u takojnë Partisë Demokratike. Bars Pahia do të kryesojë Komisionin e Shëndetësisë, Luciano Boxhi Komisionin për Edukim, Jorita Tabaku Komisionin për të Drejtat e Njeriut dhe Informim, ndërsa Ina Zhupa do të marrë drejtimin e Komisionit për Kulturën dhe Diasporën.